Kryeqyteti është tronditur këtë të martë nga 3 shpërthime në orët e para të mëngjesit. Shpërthimi i parë ka ndodhur në orën 2:55 minuta në farmacinë që është në pronësi të babait të ministrit të brendshëm Samir Tahiri. Farmacia ndodhet pranë spitalit nr. 5 në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ku shpërthimi ka shkaktuar dëm me materiale dhe jo të lënduar. Lënda eksplozive ishte vendosur në motorin e kondicionerit të murit të jashtëm. Kamera e News 24 shkoi menjëherë në vendngjarje, nga ku fokusoi pamjet pas shpërthimit në vendin e rrethuar nga policia. Nga shpërthimi është dëmtuar një pjesë e murit ku është hapur një grope e madhe. Të dëmtuara kanë mbetur gjithashtu edhe 5 biznese si dhe një automjet tip BMW i parkuar aty pranë. Policia nisi hetimet për zbulimin e autorëve, ndërsa u shoqëruan disa dëshmitarë në cilësinë e personave që mund të kenë ndjeni për ngjarjen. Familja e ministrit Tahiri është marrë në mbrojtje të policisë. Shpërthimet që tronditën Tiranën në orët e para të mëngjesit të kësaj të martë bën që ministri i brendshëm të thrasë në një takim urgjent kryetarin e SHish dhe kryeprokurorin. Takimi mes Tahirit, Visho Ajazi dhe Adriatik Llallës, që u zhvillua në ambientet e Ministrisë së Brendshme, kishte si qëllim bashkërendimin e veprimeve pas ngjarjeve të dhunshme. Rreth një orë pas shpërthimit të lëndës eksplozive tek farmacia e babait të ministrit të brendshëm, një tjetër shpërthim ndodhi në banesën e zyrtarit të policisë Alfred Numani, aktualisht shefi i krimeve në Korçë, i cili më parë ka qenë shefi i komisariatit nr. 3 në Tiranë dhe shefi i komisariatit në Bulqiz. Lënda eksplozive ishte vendosur në sahatin e ujit në katin e 5 të pallatit ku banon Numani. Në momentin e shpërthimit, zyrtari i policisë ndodhej i vetëm në shtëpi, pasi familja ka paku që ndodhet në Amerikë. Fatmirësisht, nga shpërthimi nuk ka të lënduar në njerëz, por dëme të shumta materiale. Si pasojë e shpërthimit, dëmtime ka pasur edhe në banesën e tij, por edhe në katet e tjera. Madje është shkatruar i gjithë shesh pushimi i katit të 5. Pas ngjarjes, policia ka marrë në pyetje zyrtarin Numani për ndonjë kërcënim apo konflikt të mundshëm. Ajo ngriti disa pika kontrolli në hyrjedalje të kryeqytetit, ndërsa deri më tani nuk ka ende asnjë autor të ndaluar si të dyshuar për të dyja shpërthimet. Një tjetër shpërthim eksploziv është parandaluar në Tiranë, në një stacion autobusi pranurës Vasil Shantos, u zbulua një pako e dyshuar si lëndë eksplozive. Sipas informacioneve, në pakon me eksploziv ishin lënë jashtë edhe 2 fitila përcjellës që mund të përdoreshin për të realizuar një shpërthim. Qytetarët e shumtë në zonën e Tiranës së Re që pristin për të lëvizur me autobusin e UNAZ-ës kanë pikasur pakon e dyshim dhe kanë njoftuar menjëherë policinë. Forca të shumta policore dhe njësia anti-eksploziv mbriti në vendngjarje dhe përmes shpërthimit të kontrolluar bëri çaktivizimin e lëndës eksplozive. Mësohet se lënda eksplozive ishte vendosur rreth orës 6:15 minuta, ndërsa shpërthimi i kontrolluar i policisë u krye rreth orës 8 të mëngjesit. Shumë pranë zonës urës Vasil Shantos banon edhe familja e prindërve të ministrit Tahiri dhe nëna e kryeministrit Edi Rama. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë, pasi kjo zonë shumë pranë qendrës së Tiranës survejohet prej tyre. Po hetohet gjithashtu edhe në pistën e lidhjes së këtij rasti me shpërthimet e ndodhura më herët.